Kur vjehra ime më goditi barku ndërsa isha shtatzën, bota ime ndaloi. Tronditja dhe dhimbja më përshkuan trupin si një rënqethje. Nuk mund ta besoja që dikush do të më lëndonte, aq më pak fëmijën e palindur që mbaja brenda meje. Me urgjencë u nisa drejt spitalit. Mendja më vraponte e mbushur me frikë. Nuk e dija se më ankthi sapo kishte filluar. Çfarë po mendoje? Bërtiti burim. Deriku ndaj nënës së tij, ndërsa më ndihmoi të ngrihesha. U mbështeta në krahun e tij ndërsa përpiqesha të përqendroja. Por stomaku më dhimbte shumë. Dhimbja ishte e gdhendur në fytyrën time, ndërsa përpiqesha të mos bërtas. Çdo lloj mendimi më kalonte në kokë, të gjitha rreth bebit tim. A do të jetë mirë? Deriku më ndihmoi të shtrihesha në shtrat ndërsa prisnim ambulancën të mbrinte, duke shpresuar që dhimbja do të largohej ngadalë. Ai dhe nëna e tij po bërtisnin njëri tjetrit në korridor. Lotët më rridhnin faqeve ndërsa mbaja barkun, duke u lutur vajzës sime të vogël të qëndronte brenda. Papritur filloi një kontraksion dhe unë bërtita për Derikun. Ai u fut me nxitim, më kapi dorën. Gjithçka që mund të bëja ishte të bërtisja dhe të qaja ndërsa i gjithë trupi më shtrëngohej nga dhimbja. Deriku shikoi nën batanie dhe tha të mos qetësohesha, por sytë e tij tregonin të kundërtën. Dhimbja ishte e papërshkrueshme, ndryshe nga çdo gjë që kisha ndjerë ndonjëherë më parë. U përpoqja të merrja ofrim thellë përmes saj, por ishte shumë për të duruar. Vjegra ime kur nuk e kishte pranuar vërtet lidhjen time me djalin e saj, por kur nuk e kisha pritur që të bënte diçka të tillë. E kisha ftuar për darkë sepse kishim zbuluar gjinin e bebit dhe donim t'ia tregonim. Kisha përgatitur një ëmbëlsirë roz, duke shpresuar që ajo do ta merrte me mend, por as që arritëm deri te ëmbëlsira. Ndërsa burim vendoste pjatat kryesore në tryez, duke në shërbyer, vjehra ime bëri një koment thumbues për Derikun, që bënte gjithçka në shtëpi. Ajo nuk tha drejt për drejt që isha dembele, por e njihja më mirë se kaq, e dija saktësisht çfarë nënkuptonte. Kur u kthye nga unë dhe më tha: "Po ti, çfarë ke bërë sot, Stacy?" Hormonat më kishin pushtuar trupin dhe sa shumë doja t'i përgjigjesha normalisht, nuk munda. Kam rritur fëmijën e tij brenda meje sot, Han. Sot dhe çdo ditë për 7 muaj e gjysmë. Vjehra ime ngriti hundën përpjet, duke buzëqeshur me përçmim, sikur sapo i kisha dhënë të drejtë. Ajo preku nervin e gabuar tek unë. U përpoqja ta përmbaja veten, por dështova. U ngrita në këmbë, duke parë drejt në sy. E di çfarë, Han? Jam lodhur me këtë mënyrën tënde për të më parë nga lart.